Ju e përmendë doktor Alin disa herë që nëse intervenohet herët mund edhe të shpëtohet një pacient. Por të ndalemi tek pacientët të cilët fatkeqësisht nuk e kanë dikën afër dhe ndrojnë jetë në gjumë. Kjo koha kur ndrojnë jetë në gjumë, a janë disa orë në pyetje ku nëse ishim kanë dikush afër mund të kishim intervenu, apo ajo me të vërtet ka qenë pyetje sekondash? E keqja është aty se aty nuk e dim kur ka ndodhur vdekja përpos mjeku ligjor dhe që mund ta përcakton afërsisht kohën e vdekjes, kryesisht ndërlidhen me ato që përmenda me çrregullimet e ritmit, që ndodhin brenda sekondash, një arrest kardiorespirator, edhe ndrojnë jetë sepse kuptohet s'kam pas mundësi më afro dikush ndihmën, edhe kryesisht i ndihmë këto rastet ku thuhet e kanë gjetë në gjumë, kanë ndruar një në gjumë, po keqja është që nuk po realizohen autopsitë në shumicën e rasteve. Duhet të bën autopsitë. Gjitha rastet kur vdekja ndodh shpejt, brenda një ore, pa ankesa, pa djeni që ka pa qenë smut më herë, duhet të bëhet autopsia sepse i ndihmon shumë familjes, i ndihmon shumë komunitetit, të gjithë neve, sepse nëse identifikohet shkaktari që ka qenë një smundje gjenetike, bëhet screeningu atë familjar tjerë, bëhen testet gjenetike dhe mund të parandalohen raste tjera. Kështu, fatkeqësisht, ata të ndjirt e marrin me vete edhe problemin edhe atë mbeten enigmatike. Kështu që duhet autopsia, duhen testet gjenetike, tash ka mundësi në laboratore të ndryshme edhe tek ne të bën testet gjenetike, të cilat janë të rëndësishme për identifikimin, sidomos aty në smundjeve që i përmenda në fillim, që mund të jenë gjenetike, aritmit, kardiomiopati e tjera.